gjithë të mirat. Mirupafshim. Ndërkohë, Kryeministri Edi Rama së bashku me Ministren e Arsimit Mirela Kumbaro janë të pranë në prezantimin e raportit të OECD për rezultatet e talis anketës ndërkombëtare të mësimdhënies dhe të nxënit ku Shqipëria në fakt rënditet ndër vendet e para. Ndjekim fjalën e Ministres Kumbaro. Këtë ftesë e ftova të jetë këtu mes nesh. Dua ta falenderoj me gjithë zemër bashkë me të gjithë ju, me drejtuesit e ASKAP-it, me drejtuesit e Agjencisë Kombëtare të Arsimit Parauniversitar, me drejtuesit e drejtorive rajonale dhe të gjithë arsimtarët për leadershipin dhe kontributin në krijimin e një atmosfere shumë të mirë pune dhe mbështetje me trupën e arsimtarëve kudo. Rezultatet i marrim sot. Faleminderit e dashur Gerta. Ndihemi shumë mirë, natyrisht, kur shohim se 98% e mësuesve shqiptar deklarohen se mësuesia ka qenë zgjedhja e tyre e parë, në fakt zgjedhja juaj e parë në karrierë, ndërsa 85% e mësuesve të rinj pohojnë se e kanë zgjedhur si profesion të parë mësuesinë kur kanë nisur karrierën e tyre në jetë. Ndërkohë që për këtë mesatarja e OECD-s është 58%, pra jemi qartas sipër. Kjo do të thotë se shumica juaj nuk janë rastësisht në këtë pozicion, në këtë profesion, por e keni zgjedhur me zemër dhe kjo është garancia e parë për ta bërë mirë këtë punë. Ndërkohë, 96% e mësuesve deklarojnë se trajnimet dhe zhvillimi profesional kanë pasur ndikim real në përmirësimin e mësimdhënies. Dhe ju e dini që kemi vazhduar, po dhe sapo kemi nisur një program shumë të madh të zhvillimit profesional fal punës së përbashkët si të agjencive të ministrisë dhe të tuajës personalisht. Është një mesazh shumë i qartë për politikbërjen e arsim që investimi në zhvillimin profesional të mësuesve është rruga më e mirë drejt cilësisë edhe është po aq e rëndësishme, madje do thoya edhe më e rëndësishme se sa investimi infrastrukturor, se çka bëhet me zemër dhe nuk është thjesht çështje kushtesh materiale. Ministria e Arsimit do të vijojë të ofrojë trajnime për gjithë mësuesit. Programi kombëtar i zhvillimit profesional të mësuesve në partneritet me 7 universitete publike. Një risi kjo e 2 viteve të fundit synon të trajnojnë në vazhdimsi në vitin shkollor që sapo kemi nisur 22.000 mësues ndihmës, koordinator karriere dhe koordinator cilësie, mbi metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe aftësisë digjitale në shumë lëndë. Pa haruar që kemi trajnuar tashmë 16.000 mësues në vitin shkollor 2024-2025. Nga ana tjetër, edhe modernizimi i kurikulës është një ndër objektivat kryesore që po çojmë përpara me Agjencinë e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar. Ju e dini që fillojmë për klasën e parë, të 6 dhe të 10 kurikulat e reja dhe ndërkohë janë në proces renovimi shumë të tjera fal përvojës tuaj. Por duke e vënë theksin në mënyrë të veçantë tek ato që i quajmë qasja STEM, ose lëndët shkencore për të folur këtu edhe për një publik më të gjerë. Kjo shkon paralelisht me gjithë punën e bërë për instalimin tashmë të 340 laboratorëve inteligjent në shkolla me synimin për të përmbushur 1.000 të tillë brenda këtij mandati. Një tjetër gjetje e sondazhit Talis që na mbush me krenari është kujdesi i jashtëzakonshëm që mësuesit tanë tregojnë për mirëqenien emocionale dhe sociale të nxënësve. E pra, Shqipëria, si një vend ku fëmia është shumë i rëndësishëm, e kemi kultin e fëmijës në familjet tona dhe kjo është tradicionale. Renditet e para në Europë për këtë tregues, 80% e mësuesve shqiptar deklarojnë se e vendosin zhvillimin emocional të nxënësve në qendër të punës tyre, në një botë që ndryshon me ritme të shpejta, ku teknologjia na është bërë pothuajse pjesë e trupit. Kjo është ndoshta vlera më e madhe që një shoqëri mund të ketë dhe që s'duhet ta humbim. E bindur se asnjëherë s'do të jetë mjaftueshëm, por ama kemi motivimin e duhur që të përpiqemi çdo ditë për të arritur e përmirësuar këtë aspekt. Dhe le ta themi me zë të lartë për audiencën këtu, atje lart në sallë, po për gjithë ata që na ndjekin. Në fakt, nuk e themi ne, por e thoni ju, përmes përgjigjeve tuaja prej muajsh në sistemin Talis që ka garancinë ndërkombëtare.
98% e mësuesve shqiptar janë të kënaqur me profesionin e tyre që kanë zgjedhur, ndërsa vetëm 3% e mësuesve përjetojnë nivele të larta stresi, por është niveli ky më i ulët në renditjen krahasuar me mesataren prej 19% të vendeve, të 55 vendeve të OECD-s. Kjo tregon se pavarësisht sfidave, pavarësisht vështirësive të përditshme, mësuesit tanë, se është një punë e vështirë ajo e mësuesit, e dim të gjithë, dhe duhet ta pranojmë që të ecim përpara. Por mësuesit tanë e shohin punën e tyre, pra ju e shihni punën që bëni çdo ditë, më shumë se sa një punë, si një mision dhe një burim krenarie. Sot 83% e mësuesve shqiptar besojnë se nxënësit i vlerësojnë dhe i respektojnë ata. Traditë që fatmirësisht e kemi kultivuar dhe se kemi humbur prej brezash. Për punën që bëjnë, shumë më lartë se sa mesatarja e vendeve të OECD-s, siç e tregojnë dhe shifrat e tabelës pasmeje. Ky është një tregues i qartë se lidhja njerëzore, humane, mes mësuesit dhe nxënësit në Shqipëri, mes mësuesit dhe prindërve, mbetet e fortë, e ndërtuar mbi respekt dhe besim të ndërsjellët. Ndërsa 98% e mësuesve deklarojnë se kanë marrëdhënie të mira profesionale, vim tani ke një aspekt tjetër, me drejtuesit, me prorët, me drejtuesit e shkollave konkretisht. Dhe ky është një sinjal shumë pozitiv për klimën në shkolla, sepse aty ku ka bashkëpunim, aty ku ka mirëkuptime, komunikim të shëndetshëm, ka edhe rezultate më të mira për nxënësit. Siç nga ana tjetër, 95% të mësuesve pranojnë se shkolla ju ofron stafit mundësi për të marrë pjesë aktive në vendimarrje. Edhe kjo është një shifër më e lartë se mesatarja e OECD-s prej 78%. Si një mësuese unë vetë, që kam pasur nderin dhe përgjegjësinë të formoj e të diplomoj plot 28 breza studentësh. Shumë prej tyre sot janë në sistemin arsimor. Për mua është shumë emocion kur në vizitat e mia të para në përshkolla në këto 3 javë i rigjej ose më rigjejnë, se nganjëherë dhe nuk e njoh se kanë kaluar shumë vite, po jam shumë krenare për ta, për ju, për të gjithë mësuesit e Shqipërisë. Jam shumë krenare dhe duhet jemi të gjithë krenar për renditjen dinjitoze të Shqipërisë, mes 55 sistemeve arsimore, se një ndër vendet me pjesëmarrjen më të lartë, ku rezultatet tregojnë qartësisht se mësuesit janë të motivuar, të përkushtuar dhe të kënaqur me punën që bëni. Këto rezultate na tregojnë që vëmendja dhe investimet në arsim të gjithë këtyre viteve të fundit po japin rezultatet e tyre, po japin fryte, sepse është e para herë që Shqipëria merr pjesë në një sondazh të tillë. Dhe kjo që po themi nuk ndodhi në një ditë. Është puna e përditshme e 12 viteve të reformave që kemi bërë, ku ju keni qenë pjesë, ku të gjitha bashkë kemi bërë. Këto rezultate na tregojnë gjithashtu që sistemi arsimor shqiptar, dhe mos harrojmë, është bërë në periudhën e parë të 2024-s. Më lejoni ta theksoj kur ende nuk ishte ndodhur rritja e fundit e pagave, që ju e dini më mirë se sa unë ka ndodhur në mes të vitit 2024 në korrik. Por nga ana tjetër sigurisht paga është e rëndësishme, nuk mjafton për të garantuar një kënaqësi profesionale, për të garantuar emocion në punë. Prandaj programet tona të ardhshme parashikojnë lehtësira administrative, duke u lënë më shumë kohë mësuesve për të punuar me mësimdhënie, me programe mentorimi për mësuesit e rinj që i ndihmojnë të futen të sigurt në karrierën e tyre. Trajnime që ndihmojnë në zhvillim profesional cilësor, edhe sigurisht përdorimi i teknologjisë gjithmonë më shumë ju vjen në ndihmë, qoftë përmes platformave, qoftë përmes instrumenteve teknologjik të inteligjencës artificiale, që tashmë është partner në jetën tonë, po bëhet dhe partner në jetën profesionale. Teksa ka nisur dhe ky vit shkollor, përfitoj nga rasti të ndaj me publikun disa shifra se ju i dini, ju na i keni dhënë, 345.000 nxënës në total janë tashmë në bankat e shkollës sistemit parauniversitar. Mendoj se vlen për të përmendur edhe disa prej piketave të punës që do të na shoqërojnë gjatë këtij viti. 30 shkolla të reja janë vënë në funksionim në nisje të këtij viti shkollor, ndërsa kemi në kantier plot 46
kantiere të rinj në shkolla të tjera, 3500 bursa studimi janë akorduar nga Ministria e Arsimit për mbështetjen e nxënësve nevojat veçanta, sociale dhe ekonomike, ndërsa transporti falas është siguruar nga buxheti i shtetit për 38.000 nxënës dhe 12.000 mësues. Por krahas 640 mësuesve në figurën e re të koordinatorit cilësisë dhe mësuesve të këshillimit karrierës, janë edhe 930 psikolog që po ushtrojnë tashmë detyrën e tyre nëpër shkolla. Po këtu nuk mund të lë pa përmendur oficerët e sigurisë, qoftë edhe për temat e aktualitetit. Këtë vit me udhëzimet e reja, Ministria e Arsimit ka ulur numrin e nxënësve për një oficer sigurie, ka ulur numrin e nxënësve për një psikolog apo punonjës social. Janë të gjitha këto masa jo vetëm në shërbim të nxënësve, por dhe në ndihmë të mësuesve. Janë rolet reja. Nuk janë role tradicionale që kemi pasur historikisht në sistemin arsimor, po ku sfidat e kohës na i kanë kthyer në domosdoshmëri, ne i kemi kthyer në kosto financiare, në buxhetim dhe në realitet. Jo më larg se dje, unë isha në Akademinë e Sigurisë bashkë me kolegen time, ministren e brendshme Albana Koçiu, ku certifikuam 112 oficer sigurie të rinj të trajnuar në Akademinë e Sigurisë. Dhe ndam disa mesazhe që nuk do lë rast pa i përmendur dhe pse jo edhe këtu. Asnjëri nga ne, asnjë nga mësuesët dhe as nga oficerët e sigurisë nuk mund të jenë të suksesshëm në qoftë se çdo ditë